Armëpushimi i brishtë midis SBA-s dhe Iranit është vënë sërish në provë. Forcat amerikane rrëzuan 4 dronë iranian pranë ngushticës së Hormuzit dhe më pas goditën disa radar bregdetar iranian, lëvizje këto të cilat e justifikuan me argumentin se vepruan për të mbrojtur trafikun detar dhe për të parandaluar sulme të reja. Zemërimi i tij, Irani e drejtoi te bazat amerikane në Kuvajt dhe objekte detare të SBA-s në Bahrein, ndaj të cilave lëshoi disa raketa balistike. Sipas ushtrisë amerikane, 6 nga 7 raketat u interceptuan dhe njëra nuk e arriti objektivin. Për shkallëzime vjen disa ditë pasi të dy vendet shkëmbyen sulme duke rrezikuar armëpushimin që është në fuqi që nga prilli. Një person u vra dhe mbi 60 të tjerë u plagosur nga sulmet me dronë në aeroportin ndërkombëtar të Kuvajtit. Herojët revolucionare islamike mohuan përgjegjësinë duke pretenduar se dëmet u shkaktuan nga një gabim i sistemit amerikan të mbrojtjes raketore. SBA e hodhi poshtë këtë pretendim dhe tha se sulmi ishte i qëllimshëm.